E pash për herë të parë në një kafene të vogël, dhe zemra më rahu sikur më parë. Ishte e re, plot jetë, me një buzëqeshje që më çmendi. Nuk e kuptoja pse ndihesha kaq i tërhequr, por kishte diçka tek ajo që më duke e njohur. Ditët kaluan, u afruam dhe unë, një burr 60 vjeçar, rash në dashuri me një vajzë 20 vite më të re. Por ajo që zbulova më vonë më shkatërroi jetën, sepse ajo ishte vajza ime. Alfonsi kishte jetuar një jetë e gjatë, plot sakrifica, gabime dhe heshtje. Në moshën 60 vjeçare, ai mendonte se gjithçka kishte kaluar, dashuritë, emocionet e forta, ndjenja që të bëjnë të humbasësh kontrollin. Ai ishte bërë një njeri i qetë, i mësuar me rutinën, me kafen e mëngjesit dhe shëtitjet e pasdites në të njëjtat rrugë. Por gjithçka ndryshoi atë ditë. Ishte një pasdite e zakonshme, kur ai hyri në një kafene të vogël në cep të rrugës. Nuk ishte vendi ku shkonte zakonisht, por atë ditë kishte nevojë për qetësi. U ul në një tavolinë pranë dritares dhe porositi një kafe. Dhe pastaj e pa. Eriola. Ajo po punonte aty si kamariere. Flokët e saj të gjatë të lidhura lehtë, sytë që shkëlqenin dhe mënyra si buzëqeshte, diçka tek ajo e ndaloi kohën për Alfonsin. Nuk ishte thjesht bukuri, ishte një ndjenjë e çuditshme, një afërsi e pashpjegueshme. Kur ajo ju afrua për t'i marrë porosin, ai u hutua për një moment. Çfarë do dëshironit? Pyeti ajo me një zë të butë. Një kafe të zezë, tha ai, duke e parë më gjatë se sa duhej. Që nga ai moment, Alfonsi filloi të kthehej çdo ditë në atë kafene. Në fillim ishte vetëm për kafen, por shumë shpejt u bë për Eriolën. Ata nisën të flisnin. Fillimisht biseda të thjeshta, për motin, për jetën, për punën. Por dita ditës, bisedat u bën më të thella. Eriola ishte ndryshe nga vajzat e tjera që ai kishte njohur. Ajo kishte një pjekuri të rrallë për moshën e saj. Ti më dukesh si dikush që ke kaluar shumë në jetë, i tha një ditë ajo. Alfonsi buzëqeshi lehtë. Mbase, por disa gjëra nuk kalojnë kurrë. Ai nuk e kuptonte pse ndihej kaq i lidhur me të. Ishte më shumë se tërheqje. Ishte sikur një pjesë e tij e njihte prej kohësh. Pas disa javësh, ata filluan të takoheshin edhe jashtë kafenes. Shëtitje të gjata, biseda pafund dhe një ndjenjë që po rritej çdo ditë. Alfonsi e dinte që ishte gabim. Diferenca e moshës ishte e madhe. Por zemra nuk pyet. Një mbrëmje, ndërsa po e shoqëronte në shtëpi, ai ndaloi. Eriola, duhet të them diçka, tha ai me zë të ulët. Ajo e pa drejt në sy. Edhe unë. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Po bie në dashuri me ty, tha Alfonsi më në fund. Eriola nuk u tërhoq. Nuk u habi. Vetëm buzëqeshi lehtë dhe ju afrua. Edhe unë, tha ajo. Ajo natë ndryshoi gjithçka. Por pas asaj ndjenje të fortë. Pas asaj lidhje që duke e sinqert fshihej një vërtet që asnjëri prej tyre nuk ishte gati ta përballonte. Ditët kalonin dhe lidhja e tyre bëhej më e fortë. Por her pas here, Alfonsi ndjente një shqetësim të çuditshëm. Detaje të vogla që nuk i jepnin qetësi. Një ditë, ndërsa po flisnin për familjen, Eriola përmendi diçka që e ngriti në këmbë. Unë nuk e kam njohur kur baban tim, tha ajo qetësisht. Nëna ime nuk flet për të. Vetëm më ka thënë që u largua para se unë të lindja. Zemra e Alfonsit u ndal për një moment. Si quhej nëna jote? Pyeti ai me një zë që mezi i dilte. Marina, u përgjigja ajo. Filxhani i kafes i ra nga dora. Sepse ai emër ishte një pjesë së kaluarës që ai kishte tentuar ta harronte për gjithë jetën. Një dashuri e vjetër, një gabim, një largim pa kthim, dhe papritur gjithçka filloi të lidhej. Sy, buzëqeshja. Ajo ndjesi e njohjes. Alfonsi filloi të dridhej, sepse për herë të parë në jetën e tij, ai kishte frikë nga e vërteta. Dhe ajo e vërtet mund të shkatëronte gjithçka. Ajo natë nuk ishte si të tjerat. Alfonsi nuk fjeti, nuk mundi. Emri Marina i përsëritej në mendje si një mallkim. Kujtime që kishte shtypur për dekada, u rikthyen me një forcë të pamëshirshme. Ai e kujtonte shumë mirë atë kohë. Ishte i ri, impulsiv dhe i papërgjegjshëm. Marina kishte qenë dashuria e tij më e madhe, por edhe gabimi më i madh. Kur ajo i kishte thënë se ishte shtatzën, ai ishte trembur. Nuk ishte gati për një familje. Nuk ishte gati për përgjegjësi. Dhe kishte ikur. Pa kthyer kokën pas. Tani, pas 40 vitesh, e kaluara po i qëndronte përballë, në formën e një vajze që ai kishte filluar ta dashuronte. Eriola. Jo, nuk mund të jetë e vërtet, përshpëriti ai në errësirë.
por në zemrën e tij ai e dinte. Të nesërmen ai nuk shkoi në kafene. As ditën tjetër. Ai u zhduk për disa ditë, duke u përpjekur të mblidhte copat e një realiteti që po shembej. Por Eriola nuk ishte si të tjerët. Ajo e kërkoi. Një pasdite ai dëgjoi trokitje në derë. Kur e hapi ajo ishte aty. Sytë e saj nuk ishin më atë shkëlqimin e zakonshëm. Ishin të mbushur me shqetësim. Pse po më shmang? Pyeti ajo direkt. Alfonsi nuk foli. Nuk dinte si të fillonte. Si t'i thoshte një vajze që kishte rënë në dashuri me të se ndoshta ishte babai i saj. Kam bërë diçka gabim. Vazhdoi ajo me zë që i dridhej. Jo, tha ai më në fund. Gabimi jam unë. Ajo u afrua një hap. Atëherë më shpjego. Ai u ul duke mbajtur kokën me duar. Zemra po i rrihte fort, sikur donte të dilte jashtë kraharorit. Eriola, duhet të më tregosh diçka më shumë për nënën tënde. Ajo u hutua. Pse? Thjesht më thuaj. Ajo mori frym thellë. Ajo ka jetuar në Durrës. Ka punuar në një hotel. Nuk flet shumë për të kaluarën, vetëm që u tradhtua dhe mbeti vetëm. Çdo fjali ishte si thik për Alfonsin, sepse çdo detaj përputhej. Ai u ngrit në këmbë, i zbehtë. Sa vjeç je? Pyeti, edhe pse e dinte përgjigjen. 40, tha ajo. Bota u ndal. 40 vjet. Saktësisht. Një heshtje e rëndë mbushi dhomën. Eriola filloi të ndjente që diçka nuk shkonte. Alfons, çfarë po ndodh? Zëri i saj tani ishte i mbushur me frikë. Ai e pa në sy. Për herë të parë, nuk pa vetëm një grua që donte. Pa diçka tjetër. Një pjesë të vetes. Lotët filluan t'i rridhnin pa kontroll. Unë duhet të bëj një test, tha ai me zë të thyer. Çfarë testi? Pyeti ajo e hutuar. Ai nuk u përgjigj menjëherë, sepse fjala që duhet të thoshte do të shkatëronte gjithçka. Test ADN. Eriola u ngrir. Pse? Mezi e nxori fjalën. Alfonsi mbylli syt për një moment. Pastaj hapi dhe tha atë që kishte frikë më shumë. Sepse ka një mundësi që unë të jem babai yt. Heshtje. Një heshtje që dukej sikur zgjati një jetë. Fytyra e Eriolës humbi çdo ngjyrë. Ajo bëri një hap pastaj një tjetër. Jo, përshpëriti ajo. Kjo nuk është e vërtetë. Do doja të mos ishte, tha Alfonsi. Ajo filloi të dridhej. Ti po gënjen. Është një justifikim sepse nuk do më. Jo. Bërtiti ai. Do doja të ishte kështu, por nuk është. Lotët tashmë i rridhnin edhe asaj. Ne jemi bashk, tha ajo me zë të thyer. Si mund të jetë e mundur kjo? Alfonsi nuk kishte përgjigje që mund ta lehtësonte dhimbjen. Vetëm të vërtetën. Duhet ta zbulojmë, tha ai me zë të ulët. Nuk mund të vazhdojmë kështu pa e ditur. Disa ditë më vonë ata bën testin. Ishin ditët më të gjata të jetës së tyre. Asnjëri nuk fliste shumë. Nuk takoheshin si më parë. Nuk kishte më buzëqeshje as prekje. Vetëm një pritje e rëndë që i gëryente nga brenda. Dhe pastaj erdhi përgjigja. Alfonsi e mbante zarfin në dorë. Duart i dridheshin. Eriola ishte përballë tij, e ulur, e zbrazët në fytyrë. Mos e hap, tha ajo pa pritur. Le të jetojmë pa e ditur. Por ai e dinte që nuk mundej, sepse e vërteta edhe kur dhemb duhet përballuar. Ai hapi zarfin. Syti rrëshitën mbi rreshtat. Dhe në atë moment gjithçka u shemb. Rezultati ishte pozitiv. Ai ishte babai i saj. Zarfi i ra nga dora. Eriola e pa në sy dhe kuptoi pa pasur nevojë për fjalë. Një brit me thellë doli nga shpirti i saj. Jo! Ajo u rrëzua në tokë, duke qarë me dëshpërim. Si mund të na ndodh kjo? Bërtiti ajo mes lotëve. Si mund të dashurohemi dhe të jemi? Fjalët nuk i dilnin më. Alfonsi u përkul, por nuk guxoi ta prekte, sepse tani çdo gjë kishte ndryshuar. Dashuria e tyre nuk ishte më një histori e ndaluar. Ishte një tragjedi. Një mëka që asnjëri nuk e kishte ditur, por që tani duhet ta mbartnin për gjithë jetën. Pas asaj dite, asgjë nuk ishte më si më parë. Shtëpia e Alfonsit u kthye në një vend të heshtur, të ftohtë, ku çdo kujtim i Eriolës tashmë dukej si një plagë e hapur. Çdo cep i asaj shtëpie mbante gjurmë të diçkaje që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë. Ai nuk dilte më, nuk përgjigjej në telefon, nuk fliste me askënd, vetëm rinte dhe mendonte. Mendonte për të kaluarën, për Marinën,
për momentin kur kishte zgjedhur të ikte, për jetën që nuk e kishte jetuar, dhe për vajzën që nuk e kishte njohur kur, dhe tani për dhimbjen që i kishte shkaktuar pa e ditur. Nga ana tjetër, Eriola po përjetonte një ferr edhe më të madh. Ajo nuk po qante më si ditën e parë. Dhimbja e saj ishte bërë më e heshtur, më e thellë. Një zbrazti që nuk mbushej me asgjë. Ajo nuk shkoi më në punë. Nuk takoi askënd, as shoqet, as familjarët, as nënën e saj. Sepse si mund t'i shpjegonte dikujt atë që kishte ndodhur? Si mund të thoshte me zë të lartë se kishte rënë në dashuri me një burr? Dhe më pas kishte zbuluar se ai ishte babai i saj. Një mbrëmje, pas disa ditësh heshtjeje, telefoni i Alfonsit ra. Ishte ajo. Ai u ngrit menjëherë, zemra duke i rrahur fort. Eriola, tha ai me zë të dridhur. Nga ana tjetër nuk pati përgjigje për disa sekonda. Vetëm frymëmarrje e rëndë. Duhet të takohemi, tha ajo më në fund. Ata u takuan në të njëjtën kafene ku gjithçka kishte filluar. Por këtë herë nuk kishte më magji. Vetëm heshtje. Eriola ishte ulur në të njëjtën tavolinë, por dukej si një person tjetër. Sytë e saj ishin të lodhur, pa dritë. Fytyra e saj ishte e zbehtë. Alfonsi ul përballë saj, por nuk dinte çfarë të thoshte. E mendove? Pyeti ajo pa e parë në sy. Çfarë? Si do jetojmë tani? Kjo pyetje ishte më e rëndë se çdo akuzë, sepse nuk kishte përgjigje të drejtë. Ne nuk mund të vazhdojmë, tha ai me vështirësi. Kjo duhet të ndalet. Ajo qeshi lehtë, një qeshje e hidhur. Është qesharake, apo jo? Tha ajo. Kur nuk e dinim, ishte dashuri. Tani që e dim, është mëkat. Ai nuk foli, sepse ajo kishte të drejtë. Unë nuk po të kërkoj të vazhdojmë si më parë, vazhdoi ajo. Por si mund ta fshi atë që ndjeva? Si mund ta harroj? Lotët i mbushën syt. Ti nuk ishe thjesht një burr për mua, ti ishe gjithçka. Fjalët e saj e goditën si rufe. Sepse për herë të parë, ai e ndjeu plotësisht peshën e asaj që kishte bërë në të kaluarën. Ai nuk kishte humbur vetëm një vajzë. Ai kishte shkatëruar jetën e saj. Duhet të kërkoj falje, tha ai me zë të ulët. Ajo ngriti syt për herë të parë dhe e pa drejtë. Për çfarë? Pyeti. Për gjithçka. Për atë që kam qenë. Për atë që nuk kam qenë. Ajo heshti për një moment. Është vonë për falje, tha më pas. Shumë vonë. Një heshtje gjatë ra mes tyre. Pastaj Eriola mori frymë thellë dhe tha diçka që Alfonsi nuk e priste. Unë do takoj nënën time. Zemra e tij u shtrëngua. Do t'i tregoj gjithçka, vazhdoi ajo. Ajo meriton të di. Alfonsi u ngrit menjëherë. Jo, të lutem, jo. Pse? Pyeti ajo. Sepse ke frikë. Ai nuk u përgjigj. Sepse po, kishte frikë. Frikë nga përballja me të kaluarën. Frikë nga sytë e Marinës. Frikë nga gjykimi. Por më shumë se gjithçka, kishte frikë nga e vërteta që nuk mund të ndryshohej më. Unë kam jetuar gjithë jetën pa një baba, tha Eriola. Ajo ka jetuar pa një burr që e la. Dhe tani e vërteta ka dalë. Nuk mund të fshihemi më. Ajo u ngrit në këmbë. Kjo histori nuk është vetëm e jona, tha ajo. Është edhe e saj. Dhe pa pritur përgjigje u largua. Alfonsi mbeti ulur i thyer duke e parë derën nga ku ajo doli. Sepse e dinte se faza më e vështirë e kësaj tragjedie sapo kishte filluar. Dita që Eriola vendosi të përballej me nënën e saj, ishte dita që gjithçka do të shpërthente. Ajo qëndroi për disa minuta përpara derës së shtëpisë ku ishte rritur. Duart i dridheshin. Zemra i rrihte fort, sikur po përgatitej për diçka që nuk kishte kthim pas. Trokitja e saj ishte e lehtë, por mjaftueshëm për të ndryshuar gjithçka. Pas pak sekondash, dera u hap. Marina qëndronte përballë saj. E njëjta fytyrë që e kishte rritur, që e kishte mbrojtur, që i kishte fshehur të vërtetën për gjithë jetën. Eriola, tha ajo e habitur. Çfarë ka ndodhur? Pse dukesh kështu? Eriola nuk foli menjëherë. Vetëm e pa në sy dhe për herë të parë ndjeu një distancë të çuditshme mes tyre. Duhet të flasim, tha më në fund. Ato u ulën në dhomën e ndenjes. Një heshtje e rëndë mbushte ajrin. Marina e ndjente që diçka nuk shkonte. Po më tremb, tha ajo. Më thuaj çfarë ka ndodhur. Eriola mori frymë thellë. Kam njohur dik, filloi ajo. Një burr. Marina buzëqeshi lehtë, pa e ditur se çfarë po vinte. Dhe u dashurova me të.
Mirë, kjo është gjë e bukur. Eriola uli sy. Por nuk është e bukur, tha me zë të thyer. Buzëqeshja e Marinës u zhduk. Pse? Një pauzë gjatë. Sepse ai mund të jetë babai im. Fjalët ranë si rufe. Marina u ngrit me njëherë në këmbë. Çfarë the? Zëri i saj ishte i fortë, i mbushur me panik. Eriola e pa drejt. Bëm test ADN. Heshtje. Dhe? Pyeti Marina me një zë që mezi dilte. Lotët filluan t'i rridnin Eriolës. Është ai. Në atë moment Marina u drodh sikur toka ju zhduk poshtë këmbëve. Ajo u mbajt pas karriges për të mos rënë. Jo, pëshpëriti. Jo, kjo nuk mund të jetë e vërtet. Por në sytë e saj kishte një njohje, një frikë që vinte nga e kaluara. Si quhet? Pyeti ajo ngadalë. Eriola hezitoi për një moment. Alfons. Emri i tij ishte si një goditje për Marinën. Ajo mbylli sytë fort, sikur donte të zhdukte realitetin. Është ai, tha ajo më në fund me një zë të shuar. E dija që një ditë e kaluara do më arrinte. Eriola shpërtheu në lot. Pse nuk më the kurrë? Bërtiti ajo. Pse më le të jetoj pa e ditur? Marina gjithashtu filloi të qante. Sepse doja të mbroja. Tha ajo. Ai u largua. Nala. Nuk donte të dinte për ty. Çdo fjalë ishte si një plagë e re. Dhe tani u dashurova me të, tha Eriola mes dënesave. Si mund të jetoj me këtë? Marina u afrua, por Eriola u tërhoq. Mos më prek, tha ajo. Nuk e di më kush jam. Në atë moment dera u hap. Alfonsi qëndronte aty. Ai nuk kishte duruar më. E kishte ndjekur Eriolën. E kishte ditur që kjo përballje do të ndodhte. Dhe tani ishte përballë gruas që kishte lënë pas. Marina e pa. Sytë e tyre u takuan për herë të parë pas 40 vitesh. Ti, tha ajo me zë të mbushur me dhimbje dhe zemërim. Alfonsi nuk lëvizi. Nuk kam ardhur të justifikohem, tha ai. E di që nuk kam të drejtë. Jo, nuk e. Bërtiti Marina. Na shkatërrove jetën. Eriola shikonte nga njëri tek tjetri, e thyer mes dy të vërtetave. Ndalo. Bërtiti ajo. Të dy. Heshtje. Unë jam ajo që po vuan më shumë këtu. Tha ajo me zë që i dridhej. Ju patët jetën tuaj, vendimet tuaja, por unë po paguaj për gabimet tuaja. Asnjëri nuk foli, sepse ajo kishte të drejtë. Unë e dashurova atë, tha ajo duke treguar nga Alfonsi. Dhe tani më thoni që është babai im. Si mund ta pranoj këtë? Lotët i rridhnin pa ndalur. Si mund të jetoj pas kësaj? Marina u rrëzua në karrige, e shkatëruar. Alfonsi uli kokën i pafuqishëm, sepse për herë të parë nuk kishte asgjë që mund të rregullonte. Kjo nuk ishte më thjesht një histori, ishte një tragjedi që kishte shkatëruar 3 jetë, dhe askush nuk dinte si të dilte prej saj. Pas asaj përballjeje, jeta nuk vazhdoi më si më parë për asnjërin prej tyre. Shtëpia e Marinës, që dikur kishte qenë një vend sigurie, u kthye në një hapësirë ku dhimbja jetonte në çdo cep. Heshtja me saj dhe Eriolës ishte më rëndë se çdo fjalë që mund të thoshin. Eriola u largua atë natë, pa marrë asgjë me vete, vetëm veten e saj të thyer. Ajo u zhduk për disa ditë. Askush nuk dinte ku ishte. As Marina, as Alfonsi. Telefoni i saj ishte i fikur. Mesazhet mbeteshin pa përgjigje. Ishte sikur donte të zhdukej nga bota. Sepse si mund të vazhdonte një jetë normale pas një të vërtete të tillë. Ajo ecte pa drejtim, duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur. Çdo kujtim me Alfonsin tashmë ishte një plagë. Çdo buzëqeshje, çdo prekje tani kishte një kuptim tjetër, të rëndë, të padurueshëm. Si mund të kem ndjer dashuri për baban tim? Pëshpëriste ajo me vete. Faji e gëryente nga brenda, edhe pse në thelb ajo nuk ishte bërë asgjë me vetëdije. Nga ana tjetër, Alfonsi ishte në pikën më të ulët të jetës së tij. Ai nuk hante, nuk flinte, nuk dilte nga shtëpia. Çdo ditë ishte një dënim. Ai nuk e ndjente veten vetëm fajtor për të kaluarën, por edhe për të tashmen. Nuk e lash vetëm një herë, mendonte ai. E lash 2 herë, sepse këtë herë nuk mund të ishte pranë saj si një burr, dhe nuk dinte si të ishte pranë saj si baba. Marina, e mbërthyer me zemërimi dhe dhimbjes, jetonte me pendesën që nuk kishte treguar të vërtetën më herët. Ajo e kuptonte se heshtja e saj kishte krijuar këtë katastrofë, por tashmë ishte vonë, shumë vonë.
Pas një jave që dukej si një përjetësi, Eriola u kthye. Ajo trokiti sërish në derën e shtëpisë së nënës së saj. Marina e hapi derën dhe për një moment nuk e njohu. Vajza që kishte përballë dukej më e dobët, më e zbetë sikur kishte humbur një pjesë të vetes. Pa thënë asnjë fjalë, ato u përqafuan. Lotët rridhnin në heshtje. Jam lodhur, tha Eriola më në fund. Nuk mund të ik më nga kjo. Marina i mbajti duart fort. Do e përballojmë bashk, tha ajo, edhe pse nuk ishte e sigurt si. Disa ditë më vonë, Eriola vendosi të takonte edhe Alfonsin. Takimi i tyre ishte ndryshe këtë herë. Nuk kishte më tension romantik. Nuk kishte më atë ndjenjën e ndaluar që i kishte bashkuar. Vetëm një realitet i dhimbshëm. Alfonsi e pa dhe sytë ju mbushën me lot. Si je? Pyeti ai me zë të ulët. Po mësohem, tha ajo. Një pauzë gjatë. Unë nuk pres asgjë nga ti, vazhdoi ajo. As si burr dhe as si baba. Nuk mund të ndërtojmë diçka normale nga kjo. Fjalët e saj ishin të qarta, të dhimbshme, por të vërteta. Alfonsi uli kokën. E di, tha ai, dhe nuk e meritoj asgjë. Eriola mori frym thellë. Por nuk dua të jetoj me urrejtje, shtoi ajo, sepse kjo do më shkatërroj edhe më shumë. Ai ngriti syt, i habitur. Do të përpiqem të fal një ditë, tha ajo. Jo për ty, për veten time. Lotët i rridhnin, por këtë herë kishte edhe një grim force në zërin e saj. Por duhet të qëndrojmë larg, përfundoi ajo. Kjo është e vetmja mënyrë që të vazhdojmë. Alfonsi pohoi me kokë, i thyer. Do respektoj çdo gjë që thua. Ajo u kthye për t'u larguar, pastaj ndaloi për një moment. Pa u kthyer, tha. Do doja të kisha njohur në mënyrën e duhur. Dhe u largua. Alfonsi mbeti vetëm, por këtë herë nuk ishte thjesht vetmia ajo që e rëndonte. Ishte e vërteta, se disa gabime nuk rregullohen kurrë. Vetëm mësohesh të jetosh me to.